një udhëheqës jeta dhe vdekja e të cilit u shenjuan nga ndjekja e pareshtur e paqes, presidenti Anwar Sadat i Egjiptit, i bekuar qoftë kujtimi i tij, hapi fjalimin e vet historik përpara Knesetit pikërisht nga ky vend. Ai vazhdoi: paqe për ne të gjithë në tokat arabe dhe në Izrael gjithashtu, dhe në çdo cep të këtij globi të gjerë, kaq të rënduar nga konflikte të përgjakshme, të coptuar nga kundërshti të mpreta e të kërcënuar her pas here nga luftra shkatërrimtare, të nisura nga njeriu për ta zgjësuar të ngjashmin e vet, sepse mes rënojave të atyre që kanë ndërtuar njerëzimi dhe eshtrave të viktimave të tij nuk ka as fitues dhe as të mundur. I vetmi i mundur është njeriu, krijesa më sublime e Zotit. Fjalë të thëna në këtë çati, të dala nga zemra e një generali të rritur luftrash, i cili pasi bëri edhe luftën e tij, tronditi botën duke udhëhequr vendin e vet drejt një marrëveshjeje paqe me Izraelin. Gati gjysmë shekulli më vonë, ato tingëllojnë me të njëjtën fuqi, e të njëjtën urgjencë si në ditën kur u shqiptuan për herë të parë. I nderuar Zoti kryetari i kuvendit, Zoti kryeministër, Zoti Lapid, zonja dhe zotrinj deputet të Knesetit, nuk gjeja dot fjalë më të përshtatshme për të nisur fjalën time dhe për të qetësuar frymëmarrjen prej emocionit të thellë që e dija se do të më pushtonte në këtë vend kaq të veçantë. Në qoftë se Mosadi s'ju ka informuar plotësisht, po ju informoj unë që po më driten gjunjët. And there is another reason, my niece. Ka dhe një arsye tjetër që po më driten gjunjët. E dija. To be fully sincere with you. Që të jem plotësisht i sinqert me ju. E dija gjithashtu se kur të flisja këtu, do të ndihesha si në një provim oratorie, duke pasur përballë një nga 5 oratorët më të mirë në botë, të paktën sipas renditjes sime personale, kryeministri Netanyahu. I'll do my best, dear Bibi. Do të bëj çmos si dashur Bibi, ti mbijetoj gjykimit tënd, plotësisht i vetëdijshëm se jam thjesht folsi i dytë në botë pas presidentit Trump, të cilit ti thjesht nuk mund t'i shmangesh pa e dëgjuar. Allow me now. Më lejoni tani, Possibly calmer breath. Ndërsa frymarrja është qetuar, ti shpreh presidentit të shtetit, ti si shpreh kryetarit të këtij kuvendi vlerësimin tim më të lartë për praninë, do me thënë se gjithashtu kryeministri dhe udhëheqësit të opozitës respektin tim më të thellë dhe falënderimet më të përzemërta për fjalët që ndan bujarisht për Shqipërinë dhe për mua. E kësaj dhome të shpreh mirënjohjen time më të thellë për mikpritjen që më bëri sot. Ju falemnderit të gjithëve. Nuk mund të jem më mirënjohës se kaq. And returning to my speech and to my Duke ju kthyer fjalës sime dhe zgjedhjes për t'u prezantuar përmes fjalëve të një udhëheqësi të madh arab, më lejoni të shtoj diçka personale. Sepse kam mësuar se me se brenjve gjithçka bëhet personale dhe shumë shpejt. Unë nuk jam musliman. Gjysma ime më e mirë është muslimane. Unë jam katolik. Dy fëmijët tanë më të rritur nga kapituj të mëparshëm të jetës sonë janë të krishterë ortodoks. Dhe më i vogli, djali ynë, 11 vjeçar, do ta vendos vet një ditë, por duke parë entuziazmin e tij të papërmbajtshëm, sa herë i thuhet se mund të lëm dëshirat e muri lotëve, ideja se një ditë ai mund të zgjedhë të bëhet hebre nuk është as pak e pabesueshme. And that would be fine. Për ne do të ishte krejt në rregull. Njësoj si do të ishte fare në rregull nëse do të zgjidhte të ishte musliman
apo i krishter. Megjithatë, mos u gaboni, ky portret i vogël familjar i yni nuk është një veçanti ekscentrike. Është në të vërtetë një histori normale shqiptare. E njëjta gjë vlen për 4 komunitetet tona tradicionale fetare, të cilat festojnë ditë të rëndësishme të njëri tjetrit dhe për krerët e tyre, të cilët mblidhen rregullisht. Ashtu si që mblodhen, për shembull, për të shoqëruar presidentin Herzog, kur ai vendosi një kuror në memorialin ton të Holokaustit në Tiranë gjatë vizitës së tij historike, si kreu i parë i shtetit izraelit që zbriti në tokën shqiptare. Është një shpirt i farktuar për gjatë shekujsh vështirësish, pushtimesh e varfërie. Ishte i njëjti shpirt që e nxori shqiptarët e të gjitha besimeve në rrugë për të pritur e përshëndetur Papa Franceskun kur ai vizitoi vendin ton. Dhe me zërin e tij magjepsës e shenjtëror, korrigjoi termin që ne përdorim shpesh. Jo, tha ati i shenjt. Juaja nuk është tolerancë fetare, është vllazëri fetare, sepse nuk mbështetet te durimi, por te bindja e qetë se besimi nuk do psohet nga prania një besimi tjetër, por hapet prej tij. Atij shpirti ne ja detyrojmë krenarin e njërit prej nderimeve më të mëdha morale, 73 shqiptar, të gjitha besimeve të njohur si të drejtë mes kombesh, kujtimi të cilëve ndriçon brenda mureve të dinjitetit njerëzor në Yad Vashem. And with the same pride, dhe me po këtë krenari, së shpejti do të hapim muzeun ton të parë kushtuar mbrojtjes e shpëtimit të hebrejve në qytetin e Vlorës. Dikur qyteti më i madh mesjetar i Shqipërisë, ku pa gjejeni, në shekullin e 16, hebrejt që iknin nga persekutimi në Perëndim përbënin më shumë se sa gjysmën e popullsisë së tij. Të rinjt tanë dhe vizitorët e shumët që vijnë nga e gjithë bota të vizitojnë vendin tonë të bukur, ku numri i turistëve izraelit, me qëra fjala, vitin e kaluar u rrit shumë më shpejt se nga çdo vend tjetër, do të shohin atje me sytë e tyre e do të dëgjojnë me veshët e tyre se si Shqipëria e vogël ka qenë gjithmonë një stres sigurt për hebrejnë që shumë kohë më parë, e se si shqiptarët e zakonshëm e bën këtë vend shumë të vogël të vetmin vend në hartën e Europës që doli nga lufta e dytë botërore me më shumë hebrej se ç'kishte kur hyri në të. Askush tjetër në Europë nuk mund të pretendojë një faqe kaq të pastër historie, pa asnjë hebre, pa as edhe një të dorëzuar te nazistët. Askush më mirë se Shqipëria nuk mund të dëshmojë një të vërtet të thjesht se qenia musliman dhe anti-hebrej njëkohësisht nuk vjen nga besimi në Zot, por nga tradhtia më e neveritshme ndaj Zotit, dhe nuk ka nder më të madh, as përgjegjësi më të rëndë, se sa ta dëshmosh këtë të vërtet këtu, në zemër të Izraelit, në një moment kur lufta e dhimbshme në Gazë përmes vuajtjes së padurueshme të familjeve të pafajshme, si izraelite ashtu edhe palestineze, ka hapur një dritare të re mundësie që përpjekjet për ndërtimin e paqes të kenë sukses. Nuk ka dyshim se